Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Ata që kanë mohuar dhe që i penguan njerëzit në rrugën e Perëndis, ai ua ka shkatëruar veprat e tyre. Ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira dhe besojnë atë që i është shpallur Muhamedit, ajo është e vërteta prej Zotit të tyre. Ai do t'ju mbulojë mëkatet dhe do t'u përmirësojë gjendjen atyre. Me që ata që kanë mohuar mbështetjen e të pavërtetën, kurse besimtarët mbështeten në të vërtetën e Zotit të tyre. Kështu Perëndia u sjell njerëzve shëmbujt e tyre. Kur të takonin në luftë me mohuesit, binin e qafë derisa tjera skapidje t'i shkatëroni ata, e pastaj lidhin zëni robër, dhe mandej, ose i lironi me zemërgjerësi ose me kompencim, përderisa të mos bëhet anpushimi. Kështu bëni. Sikur të doj Perëndia, ai do t'i shkatëronte ata, por ai dëshiron t'ju provojë juve njërin me tjetrin. Ai nuk u humbë veprat atyre që vdesin në rrugën e Perëndis. Dhe ai, me siguri, do t'i udhëzojë ata dhe do t'u përmirësojë gjendjen e tyre. Dhe do t'i shpjegë në xhenet ata, të cilin madje ua ka përshkruar atyre. O besimtar, nëse ndihmoni Perëndin në rrugën e tij, edhe ai do t'ju ndihmon juve dhe do t'ua mundsoj përparimin tuaj. Ata që nuk besojnë, shkatërimi për ta. Ai ua humbë veprat atyre. Kjo është nga sa ata urrejnë atë që e ka shpallë Perëndia, andaj ai ua ka shkatëruar veprat e tyre. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata nëpër tokë për të parë përfundimin e atyre të mëpashmëve? Për çuditse Perëndia i ka zhdukur ata plotësisht, e kështu do të përfundojnë edhe mohuesit e tjerë. Kjo është nga se Perëndia është mbrojtësi i atyre që besojnë, dhe me të vërtetë për mohuesit nuk ka mbrojtës ndihmës. Perëndia, me të vërtetë, ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira, do t'i shpjegë në xhenete, nëpër të cilat rrjedhin lume, e ata që nuk besojnë, që kënaqen dhe gëltisin ashtu siç gëltisë shtaset, vendbanimi i tyre është qarri. Shumë vende, qytete kanë qenë më të fuqishme se vendi yt që të ka përzëm ty. Na i kemi shkatëruar ata dhe nuk ka pasur ndihmës për ta. Vallë, a është i njëjtë ai që pason argumentet e qarta të Zotit të tij me atë që i zbukuron punët e veta të shëmtuara dhe i cili pason epshet e veta? Pe çuditse, shembulli i xhenetit, që u është premtuar besimtarëve, në të cilën gjenden lumenj me ujë të paprishur dhe lumenj të qumshit me shije të pandryshuar dhe lumenj të verës me shije të këndshme për ata që e pinë pa përbërje alkooli dhe lumenj prej mjaltit të kulluar, në të kanë edhe lloj-lloj pemësh dhe falje të mëkateve prej Zotit të tyre, a është njësoj si shembulli i atij i cili është përrer në zjarr dhe të cilëve u jepet ujë i veluar, që u acopton zort. Pe çuditse, në mes tyre ka edhe të atill që të përgjojnë ty, e posa të largohen prej teje, i pyesin ata të cilëve u është dhënë dinia, që thaj më parë. Pe çuditë këta janë ata, semrat e të cilëve ua ka vullosur Perëndia dhe të cilët ndjekin epshet e veta. Ata që kanë marrë rrugën e drejtë, ai Perëndia ua shton udhëzimin dhe u jep atyre forcën ruajtje nga zjarri. A mos vallë mohuesit presin që t'u jep befasisht edhe vetëm çasti i taktuar, e madje, me të vërtetë, shenjat e tij kanë ardhur. Çka do t'u shërbejnë atyre këshillat kur t'ju ai çasti? Pe çuditse, dihet se s'ka zot tjetër pos Perëndis. Kërko falje për mëkatet tua dhe për besimtarët e besimtarët. Perëndia di se ku silleni ju dhe ku qëndroni banani. Thonë ata që kanë besuar, sikur të ishte shpallur një sure. Kur u shpa një sure e qartë dhe në të u përmend obligimi i luftës, i sheti ata zemrash të semuara me besin të dyshimt, si të shikojnë ty me shikimin si të agonisë së jetës. Me e përshtatshme do të ishte për ata, për ulja dhe fjala e mirë. Kur madje është caktuar dispozita e luftës, me mirë do të ishte për ta, atëherë të jenë të sinqertë ndaj Perëndis. Vallë ndoshta edhe ju hipokritët sikur të vinit në pushtet, do të bënin ngatresa zullum në tokë dhe do t'i shkatërroni lidhjet varfisnore. Pe çuditse, ata janë ata të cilët i ka mallkuar Perëndia dhe i ka bërë të shuar ndaj së vërtetës dhe ua ka verbuar syt për të parë rrugën e vërtetë. Vallë, a nuk duan ata të mendojnë për Kur'anin, apo me zemrat e tyre ka dryna? Pe çuditse, me të vërtetë, ata që janë kthyer prapa në mojëm, pasi u është treguar atyre rruga e drejtë, Djalli i ka shpjeguar në mëkat dhe i ka udhëqyer ata me shpresë të rreshme. Kjo ngjet, nga se ata thonin atyre, të cilët nuk e donin atë që e ka shpallur Perëndia, na do t'ju përulemi juve në disa gjëra, e Perëndia e di mirë fshehësitë e tyre. Çka do të bëjnë ata, kur engjëjt do t'u marrin shpirtin atyre, duke i rrahur ata në përfytyrat dhe shpindet e tyre. Kjo mënyrë e vdekjes është, nga se ata pasuan atë që shkakton pesmin e Perëndis dhe që urrejnë kënaqësinë e tij, e ai ua ka shkatëruar veprat e tyre. Vallë, a mendojnë ata me zemrat të semura se Perëndia nuk do t'ua qetë në sheshurëtjen e tyre? Sikur të donim, ne do t'i tregonim ty ata, e ti me siguri do t'i njeh ata sipas shenjave të tyre të fytyrës. Por ti do t'i njohësh ata sipas mënyrës së shprehjes së tyre, e Perëndia i di veprat tuaja.
Ne do t'ju vëmë në sprovë juve, përderisa t'i njohim në thelb ata të cilët prej jush ju ftojnë në rrugën e drejtë dhe durojnë mundimin, si dhe për t'i vërtetuar lajmet për veprat tuaja. Me të vërtet, ata që nuk besojnë dhe i pengojnë të tjerë nga rruga e Perëndisë dhe kundërshtojnë pejgamberin, pasi që atyre u është shpjeguar qartë rruga e drejtë, nuk do t'i sjellin me këtë Perëndis kurfar dëmi, e ai do t'u azhduk veprat e tyre. Po ju që keni besuar, për uljuni Perëndis dhe për ujin e pejgamberit e tij dhe mos i prishni veprat tuaja. Me të vërtet, ata që nuk besojnë e vdesin si Mohës, Perëndia, kursesi, nuk do t'i falë ata. Dhe, mos u bëni qyqar dhe mos afroni paqe duke qenë ju më të fuqishëm, sepse Perëndia është me ju në ndihmë tuaj, ai nuk u pakson shpërblimin e veprave tuaja. Jeta e kësaj bote nuk është asgjë tjetër, pos lojë dhe zbavitje, e nëse besoni dhe ruani prej të keqjave, ai do t'ju shpërblej juve dhe nuk do të kërkojë prej jush tërë pasurinë tuaj. Si kur ta kërkonte prej jush atër pasuri me këmbëngulje, do të bëheshit koprac dhe do të shkakton të urritjen tuaj. Ja, pra, ju thirreni se shpenzoni në rrugën e Perëndisë, por disa prej jush janë koprac, e kush është koprac në dëm të vet, sepse Perëndia është i pasur s'ka nevojë për asgjë, ndërsa ju jeni të varfër jeni nevojtar për gjithçka. Nëse ju shmangeni, ai do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër, i cili nuk do të bëhet si ju.